Një tjetër ngjarje tronditse ka ndodhur në Gjirokastër, ku një 17 vjeçar i ka dhënë fund jetës së tij duke shtuar një tjetër rast në listën e zgjatur të vetvrasjeve në moshë të re në vendin tonë. Kjo ngjarje tragjike ka shkaktuar tronditje dhe ka ngritur alarmin për problemet serioze që përjetojnë të rinjt sot. Pesh në heshtje ata përballen me bullizmin, ankthin, depresionin që i çon ata të rinj të ndërmarrin aktin ekstrem të vetflijimit. Sipas ekspertëve të shëndetit mendor, shkaqet që çojnë adoleshentët drejt vetflijimit janë të shumta. Ndërto përfshihet depresioni, ankthi, mungesa e mbështetjes emocionale, bullizmi, presioni akademik dhe mungesa e komunikimit me familjen. Shpesh këto probleme nuk marrin trajtimin e dur pasi mungon ndërgjegjësimi dhe qasja ndaj shërbimeve të shëndetit mendor. Rastet e vetvrasjeve po rriten ndjeshëm dhe sipas ekspertëve kërkohet ndërhyrje emergjente. Mungesa e psikologëve në shkolla, mungesa e programeve të parandalimit dhe investimet minimale në shëndetin mendor janë disa nga faktorët që ndikojnë në këtë situatë alarmante. Sipas të dhënave ndërkombëtare, një në çdo 7 adoleshent vuan nga çrregullimet të shëndetit mendor, por në Shqipëri kjo temë mbetet shpesh tabu.